tani e para syve të qindra policëve është tërheqë sfarë një protestues, është quajtur me grusht dhe i është vendosur pistoleta në kokë. Është tërhequr sfarë, dhunuar dhe vendosur pistoleta në kokë nga hala pak të krimit organizuar dhe të oligarkisë ekonomike. Ditën e sotme jam tërhequr sfarë, jam dhunuar dhe më është fyer digniteti nga ofendimet nga më të ndyra të policëve të pushtetit. Ju lutem shumë, a është zbatim ligji të ofendohet familja ime nga hala pak policë? A është zbatim ligji të më quhet grusht në makinë pasi isha neutralizuar totalisht? Kjo nuk është zbatim ligji, as në Zvërnec dhe as ajo çfarë ka ndodhur sot. Por e vërteta duhet thënë qartë. Ne jemi këtu sepse politikanët e këtyre 36 viteve kanë ndërtuar një sistem ku pasuria është përqendruar në një grusht njerëzish super të pasur, të kripur me para dhe me para të vjedhura, duke shfrytzuar punën tonë, pasurinë tonë të përbashkët, duke shfrytzuar Shqipërinë. Detyra jonë më rëndësishme është të rrëzojmë berishizmin dhe ramizmin, këta diktator, të cilët së parë janë diktator në partinë e tyre, e së dyti janë diktator në gjithë Shqipërinë, të cilët kanë shkatruar bujqësi, drejtori, industri, infrastruktur, arsim, shëndetësi, kanë larguar punëtorët, kanë larguar të rinj, kanë lënë në mjeri pensionistët dhe këtë që nuk ju afalim. Nuk ju afalim, atë çfarë ju keni dhënë oligarkëve, do ju marrim mbrapsht, atë që keni përfituar në mënyrë të paligjshme, do ju konfiskohet, sekuestrohet, sepse vjedhja nuk kalon më dhe fundi juaj ju ka ardhur. Prandaj të gjithë bashkë, ju erdhi fundi. Dërsa policia zbaton urdhrat e pushtetit për të na dhunuar, në anën tjetër vazhdon grabitja e tokave. Do të vi aktivistja nga Rjolli për të denoncuar atë që po ndodh në një pjesë të Shqipërisë tonë. Mirëmbrëma të gjithëve. Sot një protestues që është çdo ditë me ne nga Vlora dhe nga familja Kokoshaj na ka sjell një informacion se çfarë po bën Bashkia e Vlorës me pronat e familjes së tij. Po ju lexoj njoftimin siç është në të gjitha mediat. Sot, Këshilli Bashkiak, pa pyetur e pa u interesuar se qysh, pse, tek kaloi 210 yllum tok nga Ministria Mbrojtjes tek Vlora Invest, Bashkia Vlorë, me qëllim që tokat i kaloj më pas privatit për zhvillim. Nga këto 210 dënym, gati 100 dënym rezultojnë në pronar të fisit Sharaj dhe Kokoshaj. Mirë po Bashkia thot se nuk i njeh dokumentat e tyre, e kështu që toka shtet, Bashkia ja kaloi një të treti që të zhvilloj zonën me pallate. Kurimet thonë se dhe këtë herë interesuar për 210 dënym është oligarku Zamir Mane. Pra ndërkohë
që policia shtetit na dhunon ne përpara parlamentit, ku kërkojmë të drejtat tona, ku kërkojmë të përfaqësohemi intensisht, Bashkia Vlorë, plaçkit tokat tona për t'ia dhënë oligarkut të tyre. Ajo që policia shtetit sot ka bërë. Policia shtetit sot ka dhunuar të gjithë qytetarët e lirë që po protestonin në mënyrë paqësore përpara parlamentit, e ndërsa ka shoqëruar shumë çuna, ka shoqëruar dhe 3 nga shoqet tona që janë çdo ditë në shesh duke bërë një punë fantastike e kreative. Elsa, Mirela dhe Violanda ka qenë të shoqëruar me dhuntë dhe padrejtësisht nga policia e shtetit. Ndërkohë që gocat tona shoqërohen dhe protestojnë paqërisht, Belinda Balluku, e cila akuzohet për miliona euro tendera të vjedhur, të plaçkitur nga taksat tona, është e lirë sot. Ku është Paku, ku është policia dhe ku është drejtësia në Shqipëri? Edhe në qoftë se ne duam të lëshojmë sheshin, ata na japin çdo ditë më shumë motive për që ndruar këtu e për të luftuar për Shqipërinë e lirë. Belinda Burg! Belinda Burg! Belinda Burg! Belinda